Ministari do qefi dhe na lexo keni dhe ftyrën. Vjen edhe me zon ftyrën. Ti kur i bën valixhet që ke bërë që nga dita e tretë me të shtëpi valixhet gati merre hik nëse i bën ato valixhe. Nuk hiki se unë hap vetëm me dhën. Jo që vetëm me dhën ti forta dhe dolët për jashtë dhe erdhë. Do iki unë. Erdha për veten time. Erdha me dal me dinjitet nga kjo shtëpi, prandaj erdha. Se bolle kam shkel veten time këtu për dikë. Do të shoh nesër pas nesër unë për çka ka ardhur. Do të shoh nesër pas nesër. Kur të duash ti ka marrë të kaloj mirë. E para që duhet bëje, se unë era të pyesja si me gjërat që kam thënë dhe kam bërë këtu. E para që duhet thoje, duhet thore Rozi, faleminderit për gjërat që më ke thënë dhe ke qenë e vërtetë me gjërat që më ke thënë. Që ditën e parë. Nuk e qenë fare kur të kam thënë posesive, për interesin tënd me dalti mirë. Thënë posesive, nuk i ke ndarë bisedat. Se nuk i ke ndarë me dalti mirë para kamerave, nuk e ke thënë për reglin. Ti Eglin, ti mendon për Rozin, ti mendon për mua, ti mendon për mua, ti mendon për mua, ti mendon për mua. Ai çuni më priste mua. Ti mendon për mua. A mendon ti për përgjigje? S'ke fuqi të kthesh përgjigje. S'ke fuqi të kthesh përgjigje. Ju të dy ti mendon për mua njëri tjetrin, ti mendon për mua. Pa ja thënë që është me tet klas shkolla, që është kështu, që është ashtu. Lexoja nga pastaj trime niveli. Po ja kemi të sy dhe ti ke qenë aty. Në sy ti pas ka ardhur me libër gati. Jo, unë nuk kam qenë këtu kur kanë ndodhur këto gjëra. Po tani për çka gamë na vu drejtësi shtëpi. Kam çapi të shkallës ka pas tani më të shpirtë. Faleminderit Rozi, faleminderit se sot ka ardhur ajo Egli që ka dashur Rozana që në fillim. Më të shëmtuar nuk ka ndodhur Egli që ka dashur Rozana që në fillim. Se ti nuk e qenë koherente të shkallët atje. Çfarë, pse si e ndar me mua që në atë moment? Pse s'ke thënë Rozana mua s'm pëlqen, do ndjej kundër time vazhdo e bëja. Këtu pa çfarë më të madhe. Më shkel sajesat e tua. Janë sajesat. Shko kërkoja. Shko kërkoja. Shko kërkoja. Shko kërkoja. Shko kërkoja. Nëse ty ka sjell, ka risjell publiku me ato mënd që ka kërkuar Rozana, Egli, duke u mundu të më bëje mua nga